Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë me dije se ka ftuar në një, po themi, shumë të rëndësishëm, në një organizatë shumë të rëndësishme, të paktën siç e quan Donald Trump, është Bordi i Paqes, ku lidhet me një strukturë ku do të menaxhojë rripin e Gazës pas vendosjes së paqes aty. Ishte zoti Rama në fakt që e publikoi ftesën, duke deklaruar që kjo ftesë është shumë e rëndësishme për Shqipërinë dhe për vetë zotin Rama, dhe për të diskutuar mbi këtë ftesë sa e rëndësishme është e rëndësishme vetëm për zotin Rama dhe Shqipërinë apo dhe shtetet të tjera e kanë marrë këtë ftesë, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Merkoçi, a ishte aq e rëndësishme ftesa sa që bëri zoti Rama dhe çfarë do thotë kjo ftesë për zotin Rama? Rama u detyrua pas deklarimit që bëri me zë me figurë, u detyrua të nxirrte sot pas reagimeve, domethënë, u detyrua ta nxirrte sot ftesën, e cila tregoi bllofin që psoi përsëri Rama me vetveten tashmë, pasi kërkoi që këtë ftesë ta quante si një afrim të Ramës me Trumpin, dhe duke e shitur si diçka, domethënë, i rregullimit të marrëdhënieve ndërmjet Trumpit edhe vetë Ramës. Pra si një ftesë personale, por nga publikimi vet asaj që quhet ftesë nuk ishte ftesë, ai ishte njoftimi i disa vendeve, pasi është krijuar ashtu siç është deklaruar, është krijuar bordi për 7 vetash dhe qeverisja, themi, e Gazës për 11 vetave. Dhe ku bën pjesë edhe Tony Blair, edhe Kushner, dhe duke ditur marrëdhëniet e Tony Blairit me Ramën, një ftesë është dërguar dhe Shqipërisë. Por kjo ftesë është dërguar shtetit shqiptar dhe jo Ramës. Por Rama është kryeministri i këtij vendi, fatkeqësisht është kryeministri i këtij vendi, dhe patjetër që ajo shkresë duhet të ketë një emër, dhe meqense është çështje qeverie, se nuk është çështje as kuvendi as presidenti, i drejtohet kryeministrit. Duke qenë kryeminist, patjetër që do vesh emri i Ramës, por nëse do të lexojmë ftesën, ftesa nga fillimi deri në fund ka vetëm kur i drejtohet Ramës si kryeminist i Shqipërisë, dhe pastaj e gjithë pjesa tjetër është që t'i bashkohet edhe Shqipëria, t'i bashkohet kësaj nisme, e cila do jetë një nisëm, thash, për qeverisjen e Gazës, për t'u bashkuar, dhe patjetër do ketë edhe një kosto financiare, sepse përveç AKB-s duhet të jenë edhe shtetet e tjera të cilat do financojnë për këtë lloj qeverie që do të ngrihet. Pa ta thënë dje që do ketë shumë vende të tjera, janë 107 vende që janë dërguar shtete këto njoftime, dhe ju thash që do ketë edhe vende të cilët do ta refuzojnë, dhe i pari vend që ja refuzoi ishte Izraeli, i cili me notë zyrtare ju drejtua direkt presidentit Trump për kundërshtitë e tyre. Do shohim se si do ecë. Po kjo është ftesë, edhe një herë, ftesë për Shqipërinë, jo për Ramën personalisht. Pra nuk ishte një lloj rëndësie që mund t'i japë Trump Ramës që të kam ftuar për qenë në pjesë e bordit, që ti të marrësh vendim, ashtu siç Rama në fakt e publikoi në fillim fare marrjen e ftesës. Rama e bëri në ditën e parë, Rama e bëri me zë dhe me figurë, sikur ky ishte pjesë e bordit. Pra ky ishte pjesë e bordit, pjesë e vendimmarrjes, themi. Për ta kuptuar pak më mirë ndoshta shqiptarët, kjo është si puna atyre kur bën ftesa për dasmë, ke ftesa që i fto për darkë, ke edhe ata që i fto për vizitë. Komshit e njërën tjetrën, për të mbushur atë bështlikun e dasmës, domethënë mos ngelimi kështu, dhe vinë gjithë aty në dasëm, janë ftesat për vizitë, dhe ne kemi një ftesë të tillë, pak a shumë një ftesë të tillë, por jo e Ramës. Rama ta harroi, ja kam thënë gjithmonë, Rama ta harroi se shkel në tokë amerikane. Dhe ta harroi se Trumpi mund t'i bëj një ftesë të tillë personale, ashtu siç Rama u mundua ta shesi. Tash janë 107 vende të tjera të botës që është dërguar e njëjta shkresë, domethënë fotokopje e
e të gjithëve është njësoj, ndryshon vetëm emri i kryeministrave që të vendeve të ndryshëm, por si shkresë, si përmbajtje, dhe po ta shihni ajo lloj shkresë nuk ka as vul, ka vetëm atë emblemën fillim sepse është presidenti i Amerikës aktual dhe patjetër atë kokën që ka atë stemën e vogël, por vul të departamentit të shtetit nuk ka fare. Kështu që ajo nuk është një ftesë për të ashtu dhe sepse ju kam thënë edhe një herë që vërtet është nisma e Trumpit, vërtet ai e ka nis këtë kohë. Ka kohë që e ka nis në 2025 nga shtatori më duket ka qenë tetor, nuk më mend mirë nisma e Trumpit. Dhe e ka rikthyer edhe një herë në vëmendje këtë lloj nisme, pikërisht për gazin. Dhe edhe në shkresë pikërisht flitet për gazin, për ndërtimin e gazës, dhe thash edhe një herë, nuk është ftesë personale e Donald Trump me Ramën. Nuk ka asnjë lloj lidhje, afrimiteti, apo kjo është një ftesë. Po themi për Shqipërinë, jo se është ndonjë gjë e madhe, sepse të marrësh pjesë në një vend ku ti nuk ke as politikë, as ushtri, s'ke as ekonomi, as i gjë, dhe marrësh pjesë në një event të tillë, ndërtimin e një shteti tjetër, nuk është ndonjë gjë e madhe për ne, në kosto është, nuk është se ne fitojmë ndonjë gjë, as politikisht nuk fitojmë sepse nuk jemi pjesë e stafit ngushtë, jemi pjesë e qeverisë apo pjesë e këtij grupimi nismëtar që do krijojë qeverinë. Blofi Ramës doli brenda 24 orëve. Pra Rama u detyrua ta nxjerrë nga reagimet, u detyrua ta nxjerrë këtë shkresë. Kush e lexon shkresën do të kuptojë mjaft mirë se çfarë përmbajtje ka. Pra ky njoftim nuk do të ndryshojë asgjë në raportin që ka tani të paktën mes Trumpit dhe Ramës? Jo, unë them, jo vetëm do ta thelloj krizën ndërmjet administratës Trump edhe vetë Ramës, sepse ky është një keq përdorim i emrit të presidentit, ashtu siç ka bërë në gjithë këto kohë, domethënë me ofendime, me sharje, me kunja, me klaunin e cirkut që ka bërë gjithmonë, dhe po ta them, domethënë intervistat që ka bërë Rama, atë që tha me gojën e tij, ajo është një fyrje apo për presidentin e Amerikës, pasi ai e shiti sikur presidenti i Amerikës e fton këtë person. Në të njëjtën kohë nuk mund të lush me presidentin e Amerikës në këtë lloj forme. Pra, nuk mund ta shfrytëzosh ti një shtesë periferike të themi që ka vendosur ty atje, ti ta bësh sikur ai të ka ftuar, të ka thirrur, do hash darkë Trumpi me Ramën, se kështu e paraqiti ai. Është një gjë shumë e madhe. Në të njëjtën kohë që është një flut sapuni, absolutisht asgjë më tepër. Pra nuk do kemi një vajtje të Ramës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, vajtje të Ramës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta kemi, ashtu siç ka dalë edhe në media, po mund ta kemi që Rama do shkojë me avokat. Rama do shkojë para drejtësisë amerikane, atë që kam thënë që është eveniment dhe Rama nuk e ka përmendur kurrë, atë që dosim me Gonigale, e cila ju kam thënë akoma s'kishte vajt në gjykat dhe departamenti i drejtësisë amerikane publikoi në faqe zyrtare. Rama nuk e ka përmendur fare këtë fakt, ku emri i tij është në dosje me Gonigale, dhe sa herë është pyetur është shmangur në çdo lloj përgjigje. Rama nuk është përgjigjur deklaratave të dala në faqen zyrtare të ambasadës amerikane në Shqipëri, ku flitet për trafikun e drogës dhe të karteleve që veprojnë dhe drejtohen nga Shqipëria, dhe dihet që nga Shqipëria përveç Ramës nuk i drejtohen njëri tjetër. Rama nuk doli dhe nuk fali asnjë gjysmë fjale për sa i përket aksionit që u bë tek Kulla Myslimshyr, për call centeret ku ishin edhe të pranishëm, ishin edhe prokuror ndërkombëtar, pra të huaj, qoftë italianë, gjermane e të tjerë. Nuk pati asnjë lloj prononcimi. Pati ato prononcimet e veta, pastaj që fillon edhe thotë do prish televizionin shqiptar, do prish këtë, do prish atë, këtu do prish ministrinë e jashtme, do shkrijë ministrinë, ky do t'i bëjë gjitha, e kupton. Për këto ai prononcohet.
por për sa i përket prononcimin që Rama duhet t'japi para popullit shqiptar për gjitha veprimet që janë bërë, ai nuk flet absolutisht asgjë. Dhe Rama në Amerikë tash mund të shkoj, nuk di sa e sigurt është, po mund të shkoj vetëm për të përballë me drejtsinë amerikane, jo për të takuar Trumpin apo për këtë lloj ftesash periferike, të cilat ky i shet sikur janë marrëdhëniet e ngushta të tija me Trumpin. Zot Merkoçi, ka pasur dhe reagime të opozitës shqiptare të cilët e kanë cilësuar këtë, po themi, qoftë ftesën ose njoftimin, por më saktë përdorimin që i bëri zoti Rama, siç opozitarët e cilësojnë të kësaj ftese ose njoftimi, e kanë cilësuar si mjaft të gabuar dhe një përpjekje e zotit Rama për të theksuar dhe njëherë që për ndryshe nga që thuhet në media ose dhe nga analistë të ndryshëm për raportin e Trumpit me zotin Rama, që ky raport në fakt është shumë i mirë dhe s'ka asnjë lloj krizje. Opozita, normalisht kjo është një lëvizje politike dhe opozita duhet të reagojë dhe duhet të reagote shumë më shpejt se sa reagoi. Nuk duhet ta kishte lënë që të merrte mjergullnaj kjo punë sa dilte nëpër media, nëpër lajme, sikur ky ka një ftesë me Donald Trump, dhe opozita duhet të reagote shpejt për vetëm arsye sepse opozita e ka dhe mundësinë e medias, e ka mundësinë e konferencave të shtypit, e ka mundësinë e këtë, por opozita nuk mund të reagojë nëpër Facebook me persona të veçantë, por duhet bëte një deklarim zyrtar kur të sqaronte popullin shqiptar për të gjithë këtë, sepse opozita e ditë shumë mirë se çfarë lloj ftese është, çfarë lloj shkrese është. Se kjo shkresë nuk i ka shku vetëm Ramës, por i ka shku 107 vendeve të tjera të botës. Kështu që duhet të kishte pas një reagim zyrtar të menjëhershëm në momentin kur Rama doli dhe e bëri këtë lloj deklarate. Në atë moment, domethënë opozita duhet të kishte dalë për të bllokuar çdo lloj keq kuptimi apo për t'ia prerë rrugën e abuzimit të Ramës për sa i përket kësaj shkresë. Se duhet të kuptojmë një gjë që tashim nuk mund të themi se populli e kupton të gjitha gjërat dhe din t'i lexojnë të gjitha gjërat, aq më tepër që është edhe anglisht, e kupton. Por opozita ishte detyrë opozitës të dilte të reagonte shumë më shpejt se sa reagoi. Megjithatë bëri reagimin e saj, unë pres të jetë një reagim zyrtar i opozitës dhe një sqarim me një konferencë shtypi për të sqaruar se si është e vërteta e kësaj letre. Unë do ta quaj tashmë letër, jo ftesë. Është një letër njoftim. Letër njoftimi. Se edhe në shkresë kështu thuhet, ti bashkoheni kësaj nisme. Nuk thot jeni pjesë e bordit nismëtar apo pjesë e atij bordit qeverisës. Po e ritheksoj dhe një herë, bordi nismëtar është me 7 vet, ndërsa bordi qeverisës është 11 vet. Vendi i parë është Turqia dhe Katari, ku këtu Izraeli kishte përplasje më mëdha dhe thash ju drejtua me not presidenti Trump për kundërshtitë e tij. Dhe opozita do t'japi se çfarë është kjo shkresë, çfarë përfaqëson dhe kush është e mira dhe e keqja nëse Shqipëria do t'i bashkangjitet kësaj nisme. Se jo gjithmonë duhet themi se këta janë mësuar të bëjnë atë pjesën se ajo janë të huj, thonë yes. Nuk është kështu. Politika nuk bëhet në këtë lloj forme. Tash është detyrë opozitës të dalë dhe ta sqarojë. Po të sqarojë popullit, thash, sepse opozita ka median, ka gjithë struktura për ta bërë këtë punë. Dhe është rasti më i mirë politik për të bërë vendime politike. Kjo është lëvizje politike. Rama me këtë bëri një lëvizje politike. Pavarësisht se më pëlqen apo s'm pëlqen mua. Ai e shfrytëzoi në ignorancën e gjithkujt e shfrytëzoi, por harroi se nuk mund ta fyesh një popull në inteligjencë, sepse ka ky popull aq bagazh sa të kuptoj të vërtetën nga mashtrimi. Ky ishte mashtrimi i fundit i Ramës, them unë. Dhe unë gjykoj që kjo do ketë pasoja për Ramën. Do t'i shtohen pasojat për Ramën vetëm se ka përdorur
emrin e presidentit Trump në këtë lloj forme. Çfarë pasojësh mund të ketë? Pra çfarë mund të shtohet më shumë? Jo, do ketë pasoja, do të shtohen më tepër. Do të shtohen më tepër, domethënë largimi i Ramës nga kjo lloj tryeze, themi, dhe Rama edhe nesër po të bëhet takimi, Rama nuk shkon dot në Amerikë, nëse bëhet në Amerikë, nuk shkon në Amerikë. Po kjo është një paraprgatitje që Rama bën për Davasin, se mendon se duke bërë këto lloj lojrat e këto lloj kapërcime që bën ai në takimin që pritet bëhet në Davos, ai mendon se do të jetë atje dhe do të ketë një takim. Unë jo kam thënë, ai ka dërguar njerëz në Amerikë dhe këta njerëz nuk i ka dërguar për kabinetin e Trumpit, por i ka dërguar për Sorosin, tek njerëzit e Sorosit, për ndikuar qoftë në disa kongresmen të majt apo disa personalitetet që janë në Amerikë, dhe ka dërguar njerëz për të bërë të mundur që ata të ndërhyjnë, të gjejnë një moment ku ky të bëjë një takim, qoftë edhe me shikim. Unë kam thënë, Rama ka arritur deri në atë pikë sa edhe një shikim po t'i hedhi Trumpi, ai e quan një arritje shumë të madhe. Do ta bëj njësoj si atë që bëri me Kushnerin, që ai 10 sekondë që i takimit ku ishin në takim tashmë, takimi fundit që bëri atë foton, për 10 sekonda vetëm se takoi, dhe kur erdhi puna që ul në tryezë, për sa që u pa që ul në tryezë, shkoi ul në fund fare, nuk ishte pjesë e të themi e asaj tryeze ku duhet ishte nëse do ishte vërtet ky lideri i madh, do të ishte pjesë e asaj tryeze, por çuditërisht ishte ul atje në fund sallës edhe nuk e shifte më njeri. Pastaj bëri atë pislikun që bëri me Grekun, e më the tash. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve.